Mirë se erdhët, ne kemi nisur në fakt diskutimin mbi një tematik sociale shumë problematike që dhe një fenomen si që është ai i bulizmit apo i problemeve sociale mes adoleshentëve në shkollat shqiptare. Por kjo, përmes një projekti shumë domethënë signifikativ nga Teatri Metropol, ka përzgjedhur një shfaqje e cila i përshtatet shumë këtij realiteti. 100 fustanet në Teatrin Metropol vazhdon do të jepet edhe përgjatë kësaj fujave dhe ka nisur që prej datës 2. Përshëndetje, mirë se erdhët miqtë tanë. Jemi në studio me Jonida Beqo, drejtore e Teatrit Metropol dhe regjizore. Përshëndetje, mirë se vjen. Gjithashtu me Sonila Kapidani, regjizore dhe koordinatore e programeve edukative, për cilën do të ndalim dhe çfarë roli kanë ato në edukimin e të rinjve. Mirë se vini. Mirë se ju gjetëm. Gjithashtu me Kastrio Tramollari, aktor. Përshëndetje, mirë se vini në vilën tonë. Vilma Hodo, aktore dhe specialiste edukimi në Teatrin Metropol. Mirë se gjeni. Kryeqytetit dhe jo vetëm. Aldi Hysocoçi, mirë thash mbi emrin. Regjizor, mirë se vini. Të gjithë për një qëllim, ta kthejmë teatrin në një rol edukativ për të rinjt, siç është edhe synimi i kësaj shfaqje, por edhe i shumë të tjerave që keni sjell. Do doja me pak fjalë diçka mbi 100 fustanet. Çfarë sjell? Di që është një realitet i viteve 30 të Amerikës, por që përshtatet shumë mirë dhe shumë natyrshëm me realitetin shqiptar në shkolla. Nga prioritetet e Qendrës Kulturore Tirana dhe Teatrit Metropol është pikërisht edukimi nëpërmjet teatrit, një fashe të gjerë të rinjve, zakonisht prurjet këtu janë për fëmijë shumë të vegjël në teatr ose gjimnazistët i kalojnë te shfaqjet e të rriturve, por është kjo fashe adoleshencës herme që shpesh herë nuk adresohet. Kështu që një nga prioritetet tona ka qenë pikërisht kjo, për të shërbyer në mënyrë të vlefshme kësaj shtrese, me prurje teatrale që kanë jo vetëm nga ana teknike dhe regjizoriale të njëjtin investim siç ka një shfaqje për të rritur, por dhe problematikat i flasit psikologjisë dhe problematikës të kësaj grupmoshe. E filluam me Gjysha ka ikur me cirkun, që ishte një shfaqje paralelse, po për të njëjtën grupmoshë dhe tani me 100 fustanet. Realiteti përputhet sepse shfaqja zhvillohet në vitet 30 në Amerikë, kur ka qenë një periudhë krize ekonomike dhe bisedat e të rriturve transmetohen te të vegjëlit. Të vegjëlit janë vetëdijshëm që ka një krizë ekonomike dhe fillojnë të dallojnë njëri tjetrin në bazë socioekonomike. Një gjë që s'duhet të normale për një grupmosh 10, 8, 9, 10, 12 vjeç. Si rezultat, mënyra se si ata i qasen të ndryshmes, të huajës, të varfërës, është ashtu siç e shikojnë të reflektuar tek të rriturit, realiteti që ne u përcjellim atyre. Kështu që problematika është shumë e ngjashme me ne kemi një hendek të thellë komunikimi midis brezit të prindërve dhe fëmijëve. U plotësojmë të tëra nevojat fizike dhe të veshurit të mbathur, nga ana tjetër, nga ana psikologjike dhe emocionale, ka një hendek shumë të madh komunikimi. Që është dhe më kryesore. Që është kryesore. Dhe ne në mënyrë modeste duam që të asistojmë prindrit në këto diskutime, duke dhënë mundësinë që të vinë bashkë me fëmijët, të shikojnë këto vepra dhe të mund të fillojnë biseda që kanë në thelb këto gjëra, që kanë të bëjnë me zhvillimin e karakterit dhe brëndësimin e vlerave tek fëmijët. Dhe 100 fustanet e jep pikërisht këtë mundësi. Pse 100 fustanet? Në fakt nga titulli të duket sikur nuk është në një shfaqje që has në një problem të tillë, se është komplet ndryshe titulli me prendim. Sepse vepra pikërisht luan me këtë ide, që ne ndonjëherë shikojmë vlerën tek se çfarë lloj kputuce ka veshur fëmia tjetër, çfarë lloj celulari ka, çfarë lloj çante ka. Dhe thelbi i lojës së bullizmit të vajzave kundrejt Wandës, atë që e pson episodin, është pikërisht kjo. Por ajo ka 100 fustane që ka vizatuar dhe është një fëmijë shumë i talentuar. I çuditë me aftësitë që ajo ka. Është një fëmijë talentuar, i cili është investuar në vlera të cilat nuk janë të përjashtme dhe kjo bëhet atyre një mësim për jetën, që të kuptojnë që njeriu nuk është vetëm aparenca, por realisht është karakteri edhe vlerat edhe atë që projekton nga brenda. E kuptoj. Pra, shfaqja ne po ndjekim edhe pjesë të shfaqjes, 100 fustanet, e cila do të vazhdoj të jepet edhe në fundjavë të premte të shtunë të diel, ka filluar në datën 2? Të enjte të premte kemi, po. Të enjte të premte. Çfarë ore? Zakonisht ne kemi në orën 11 këto shfaqje, sepse ja sjellim pranë shkollave dhe prindërve që pasi fëmijët i largohen nga prindër edhe pasi fëmijët lënë mësimin në mënyrë që të kenë diçka në mënyrë të përmbledhur. Shfaqja ka fokusin pikërisht tek 2 vajza, 2 adoleshente si të thuash në shkollë, të cilat përjetojnë, njëra prej tyre përjeton një lloj fenomeni siç është bulizmi, që është
Ne i themi si fenomen të kohëve moderne, po ajo ka ekzistuar, imagjinoni vitet 30 dhe më pas edhe në Shqipëri, po nuk e njohim. Në këtë kohë ajo është identifikuar edhe është saktësuar dhe nga ana terminologjike. Edhe kjo është vlera e veprës së Qifustanet, që është një vepër që ka në thelb edukimin, sepse në qendër të veprimit skenik ka një problematik që është bullizmi. Personazhet janë ngjarje zhvillohen në një klasë, janë nxënësit, personazhet kryesore, dhe në qendër janë dhe personazhe të tjerë që janë prindit e Uandës, pra vajzës e cila është viktima, po themi në thonjza, e bullizmit. Ajo vjen nga cili shtet? Vjen nga Polonia, dhe ka ardhur në Amerikë të jetoj dhe ajo ndeshet me përballje të ndryshme, me problematika me këtë bullizmin, problemin kryesor. Unë luaj rolin e mësuese Masonit. Autorja e ka vendosur këtë personazh në momente kyçe të veprimit, sepse e ka vendosur në momentet kur me të vërtet kjo problematik është në kulmin e saj. Dhe ky personazh, përveç se është një personazh shumë i dashur, që Jonida ma ka besuar. Mësuesja, si të thuash, pikërisht në këtë fenomen, e dallon, arrin të nxjerrë. Mësuese Mason, personazhi e identifikon këtë problem, po është interesante se si kjo mësuese do ta përballi dhe e zgjidh këtë problem. Ajo pra që e parandalon. Ajo nuk e identifikon këtë problem, e identifikon me të vërtet të problem, që është shumë ajo po shqetësues, po prek vetbesimin e nxënësve, dhe zgjedh që mos ta luftojë ndërmjet ndërshkimit apo vlerësimit, sepse mësuese Mason ndërshkimin e shikon si një mekanizëm të gabuar, që ndodh edhe në ditët e sotme. Unë kemi qenë dëshmitar që mësueset ndonjëherë zgjedhin atë rrugën më të lehtë pra ndërshkimin, por ajo zgjedh që ti bëj të vetëdijshëm dhe ti informoj dhe ti vendos para përgjegjësisë këta nxënës për këtë problem. Edhe nuk i turpron ata. Bashkë me regjizorin e shfaqjes ne kemi bërë një analizë shumë të detajuar gjatë procesit provave. Të karakterit psikologjik të mësuesit, të personazhit, sepse duhet ato nxënës kur të vinë dhe gjithë adoleshentët dhe të rinj që do vinë ta shohin shfaqjen, duhet shikojnë atë modelin e duhur, që ndonjëherë problemet nuk zgjidhen duke i turpëruar, por jo vetëm duke i ndërshkuar, sepse ka një shumë rol të rëndësishëm, si thua. Edhe unë prandaj në këtë mënyrë e kam parë këtë rol që më është besuar, në këtë mënyrë që përveç se personazhit është dhe një model që ti ofron adoleshentëve dhe të rinjve. Mua më ka ndodhur nxënësit kur kam dhënë orën e teatrit në shkollat, më pyesin që si ta përballojmë ne këtë gjë. Domethënë ato e njohin problemin e bullizmit, e përjetojnë çdo ditë, por mekanizma se si të përballojnë gjithmonë kanë pikë pyetje. Edhe kjo shfaqje, kjo është një mënyrë edukative, si të thuash, përmes shfaqjes të edukojmë. Ju jeni babai i vajzës që përjeton këtë fenomen. Po, zoti Petronski, Jan Petronski, i cili në një skenë që ka përballet direkt me këtë bullizmin, ose të themi me ironinë e pjesës së këtyre fëmijëve që në një lloj mënyre përqeshin vajzën e vetë. Si e mbroni si baba vajzën? E njihni fenomenin, çfarë mbështetje i ofroni asaj? Natyrisht babai e mbron vajzën nëpërmjet qëndrimeve të veta, me emocionalitetin, me ngrohtësinë, me faktin ai vjen i sjell një fyll të cilin ajo e ka hobi dhe luan shumë bukur. Por për shfaqjen u fol shumë. Unë duhet të them pak për ndikimin, sepse është eksperimentuar me shumë vlerë nga teatri jonë që nxënësit e këtyre dy shkollave, klasat e 5 dhe 6 që përkojnë me moshën e personazheve, ne i kemi ftuar gjatë një procesi provash. Pastaj i kemi ftuar në fund në shfaqje. Në procesin e provave jemi befasuar shumë nga fakti, jo vetëm nga inteligjenca e fëmijëve, por dhe nga diskutimet e tyre shumë të sinqerta për punën tonë. Ne në një lloj mënyre, ashtu si këtu u vumë përballë tyre për diskutime. Dhe mua më vjen shumë mirë që mesazhet e shfaqjes dhe idetë e tyre ata i kishin marrë shumë të qartë. Kjo është dhe më rëndësishme. Çelësi suksesi, si të thuash, i asaj që... Po, dua të theksoj faktin e rolit edukativ që ka një shfaqje dhe teatri gjithashtu, sepse ne shkojmë japim mësim dhe e konkretizojmë nëpërmjet fabulave apo lojrave të ndryshme, por e parë konkretisht ju vlen shumë atyre sepse dhe ata vendosen ngjashëm në situata të tilla dhe nëpërmjet kujtimeve, asociacioneve të tyre ngacmohet edhe fantazia, por edhe sjelljet e tyre. Madje kanë theksuar këtë gjë. Kanë thënë që ne shohim edhe gabimet tona ose edhe virtytet tona. E qartë. Ajo që mbetet me vlerë, sepse teatri atyre ju bëhet konkret,
nga teoria, po nga shpjegimet që ju japim ne, ju bëhet konkret në një shfaqje konkret. Marri një mesazh jetë. Pra edhe vetë kjo temë, ata i përfshin e para. Tjetra duhet të theksoj faktin që këto shfaqje do të shkojnë dhe në njësitë administrative. Dhe shfaqjet do të ndiqen, kanë filluar madje në disa prej tyre. Pra teatrin e duam ta përdorim edhe si një bërtham rrezatuese me mesazhet e veta jashtë teatrit tonë. Përveç një shfaqje që është dhe në këtë funksion vetë teatri bëhet qendër e edukimit dhe e rrezatimit të këtyre ideve, edhe mesazheve që ka secila shfaqje. Shfaqja realizon, si thua, mesazhin e vet. Përpara se të kalojmë tani tek procesi edukativ, për të cilën ju mbuloni një fushë shumë specifike, Sonila, në Teatrin Metropol. Këtë shfaqje ja keni dhënë nxënësve të shkollave Lidhja e Prizrenit dhe Hasan Vogli. Pas të kalojmë bashkë, doja të ndiqnim një insert, le të themi mesazh që vetë drejtori i shkollës Lidhja e Prizrenit ka dhënë për kamerën e Vila 24 lidhur me këtë shfaqje dhe me rolin e saj në procesin edukativ tek nxënësit e kësaj shkolle. Ndiqeni dhe ju. Çfarë bënte regjizori? Njëri me aktorët, bënte njifte karakterin e tyre personazh, përcaktonte dhe rolet, përcaktonte edhe vendin ku do të luajë. Po, tjetër. Po, Daniel. Ndriçimi, tjetër element shumë i rëndësishëm. Po. Muzika. Që zakonisht është ai i cili punon me regjizorin, pra kompozitori, i cili në fal punës me regjizorin arrit të përcaktoj elementin muzikor më të përshtatshëm për shfaqje. Tjetër element. Nëse ne do t'imagjinojmë, nëse ju do t'imagjinoni, cilin rol ju do doni të kishit në momentin që do ishit duke punuar në shfaqje. Po. Okej, pra, po flet për shfaqjen gjyshe ka ikur me cirkun dhe do të preferoj personazhin e tij. Po. Klonin. Po. Emën. Pse emën, Klaudia? Sepse është një personazh i bukur, tregon veten aty, edhe ka shumë kuriozitete për të zbuluar në atë vend. Në vendin, në shtëpinë e gjyshes. Nëse ti do ta luaje, do ta interpretoje atë personazh, çfarë do shtoje diçka ose do bëje diçka të veçantë? Nëse gjyshi do mërzitej për të kaluarën, nuk do doja t'ja kujtoja më. Sepse kur zgjedh një partner, ai është gjë më e rëndësishme në jetën tënde. Tjetër. Do të provojmë, do të vazhdojmë ushtrimin me karriken e nxehtë, kur njëri nga personazhet do të eksplorojë personazhin e tij, nga pyetjet që shokët dhe shoqet ju do t'ju drejtojnë. Kush ka dëshirë ta fillojë? Ato që nuk e kanë bërë ushtrimin. Si u ndjeve kur do përballeshe me dragorin? Me kuçetrën? Nuk ndjesha as pak i friksuar sepse dje që kisha dashurinë e Vashës. A i kisha parashikuar ti se do të vinte ajo me ty aty në maqë? Jo, as pak. Po pse ndjeshe ka që sikur? Nuk e di, thjesht në vetvete. Kishe siguri në vetvete? Po. Tjetër pyetje për trimin, për ngjarjen e tregimit. Po. A më thua se vetëm fjala trim që përshkruan të ty bënte që mos friksohesh kur shkon në malën e kuçetës? Jo. Kjo nisëm nga Teatri Metropol, këtu në shkollën tonë është hera parë. Unë bashkë me kolegët e mi drejtues shkollës, njëkohësisht edhe nxënësit, e kanë prit me shumë kënaqësi këtë lloj bashkëpunimi. Aktorët kanë qenë të përhershëm këtu, të korrekt, të saktë dhe kanë punuar shumë. Gjë që i ka tërhequr shumë nxënësit dhe nxënësit kur është ora teatrit e presin me shumë kënaqësi. Ka pasur me të vërtetë
rezultat shumë pozitiv deri tani. Domethënë nxënësit kanë garë me njëri tjetrin, sipas bisedës që kanë bërë dhe me artistët edhe me mësuesit, e kush edhe të luaj, e quajnë jo vetëm si lëndë, jo vetëm atë mesazhet që përcjell teatri, po e quajnë dhe zbavitje. Është tamam zbavitje. Ne kemi fat si shkollë që jemi si shkollë qendre, edhe këto institucionet e kulturës të historike të gjithë i kemi afër. Edhe është edhe privilegj. Po është tamam privilegj për ne edhe për bashkëpunimin që kemi me Teatrin Metropol, sepse përveç asaj që këtu punohet me atë nismë, edukoj me teatr, nxënësit janë treguar të gatshëm dhe kanë shkuar në mendimin edhe të drejtuesve të Teatrit Metropol, kanë parë shfaqje, edhe kjo është diçka shumë pozitive, e kanë mirëpritur të shkojnë sa më shpesh të shohin shfaqjet e Teatrit Metropol, sepse ka lidhje edhe me ato që themi ne, edukoj me teatr. Fruti i punës është shumë pozitiv. Thash janë disa, jo vetëm kjo nismë, po edhe lëndë në shkolla kudo që përtej asaj që janë lëndë shkollore, janë dhe lëndë zbavitse, siç është për shembull muzika, vizatimi, këto nismat që e kanë ndërmarrë Teatri Metropol dhe të tjerët. Ne i kemi përkrahur dhe kemi qenë shumë të gatshëm, jo për nismën e tyre, por do jemi prapë të gatshëm për çdo nismë që është në shërbim të edukimit, është në shërbim të shkollës, në shërbim të nxënësve, më tepër të nxënësve. Unë falenderoj shumë. Edhe për ato mesazhe që ju përcollët, sigurisht edhe për prezencën e Teatrit Metropol në shkollën. Një bashkëpunim që në fakt i duhet, një bashkëpunim i teatrit me shkollën, siç është dhe ky proces që ka nisur në Teatrin Metropol, një shfaqje për të edukuar nxënësit, çfarë problemesh vjen re në shkolla dhe si mundet që përmes shfaqjeve të tilla, për zgjedhja e këtyre shfaqjeve, të përçojë mesazhe të tilla tek nxënësit. Sa të rëndësishme janë? Çështja e edukimit edhe teatrit lidhen bashkë me shkollat jo për të çuar mesazhe. Teatri është një mjet shumë i fortë që ndikon tek i gjithë njeriu për shkak se jep mundësinë që të shikojë veten. Jo atë vete që do të dëshironte, po atë vete që është. Ja u jep mundësinë shumë rehat njerëzve që e shikojnë dhe marrin pjesë në të për ta parë veten çfarë probleme kanë dhe si mund të gjejnë rrugë t'i përmirësojnë. Pra, ndez mendimin, ndez ndjenjat që të bashkojmë bashkë për ta bërë jetën e njerëzve më të mirë. Fakti që është përputhur edukimi përmes teatrit aktualisht në shkolla është se ka ndryshuar kurrikulat. Në shkollat shqiptare është futur fusha e teatrit, akoma është në 2 klasa, në klasën e 5 dhe 6, ose ka shkolla që e bëjnë në 6 dhe 7, por do ishte mirë në fakt dhe po diskutohet jashtëzakonisht shumë me Ministrinë e Arsimit së fundmi që t'jetë për komplet ciklin e parë, nga klasa e parë në të 6-ta. Kjo ka qenë shqetësimi ynë, ne kemi nisur bisedën që në fillim që me përzgjedhjen se si ndahen me grup mosha përzgjedhjet e shfaqjeve, sepse jo çdo grup mosh duhet ekspozohet ndaj çdo shfaqje që vihet në skenë dhe duhet ketë kujdes edhe kur ndërtohen biseda me aktorët se ku do qëndrohet. Ndërsa, dhe kjo ka qenë përsa ka të bëj me shfaqet që shikohen, shfaqet që janë si prodhim artistik i Teatrit të Metropolit. Fusha tjetër që Teatri Metropolit ka shkuar në shkolla është për të bërë pikërisht bashkëpunimin me mësimdhënësit për fushën e teatrit. Sepse kjo ka qenë me shumë rëndësi, ka shkuar si orientim administrativ në shkolla, por mësuesve ju është dashur ta mësojnë vetë, gati partizançe për ta bërë këtë lëndë. Kështu që kjo ka qenë shqetësimi ynë dhe prandaj kemi ofruar me aq kapacitet sa kemi, fillimisht vetëm në këto 2 shkolla, që të ndërtojmë programe të përbashkëta, të bashkojmë përvojat e pedagogjisë edhe të artit për t'ju dhënë mundësinë nxënësve ta kuptojnë se çfarë është teatri dhe mësuesve se çfarë fuqie ka teatri. Është një disiplinë që i mbledh brenda edhe muzikën, edhe kërcimin, edhe pikturën, një shfaqje teatri mund t'i mbarti brenda shumë mirë këto gjëra. Dhe të bëjmë dallimin në shkolla se çfarë është drama dhe çfarë është teatri. Përveç mesazheve, ndoshta edhe një tërheqje e të rinjve drejt teatrit. Sigurisht që po. Teatri ti ka kaluar koha ku jepte mesazhe sepse jeta e njerëzve është bërë shumë e ndërlikuar. Teatri ka detyrë
të nxjisë mendjet e njerëzve, të nxjisë emocionet e njerëzve, që të kuptojnë problematikat, të artikulojnë problematikat, sepse shoqëria jonë vuan shumë për të artikuluar dhe pranuar problemet. Edhe për ta pranuar, që është më rëndësishme, për ta pranuar veten ashtu siç jemi. Patjetër që po, dhe kjo është me rëndësi. Këtë mundësi ta jep teatri më shumë dhe më mirë se çdo lloj disipline tjetër. Prandaj dhe unë kam ngul që duhet të jetë një lënë që të jetë akoma më shumë në shkolla. Është pak vetëm në këto të dyja. Ka shumë punë për të bërë, janë iniciativa fillestare. Unë jam shumë e lumtur për gjithë punën që kemi bërë, për gjithë momentet ku shkojnë në shkolla, gatishmërinë që kemi patur për bashkëpunuar me mësimdhënësit, po edhe mësimdhënësit për të bërë këto programe në dobi të fëmijëve. Është shumë e rëndësishme aktualisht shkollave, drejtoria e ciklit para universitar në ministri që na ka mbështetur në këtë proces. Po, dhe shumë hallka që lidhen zinxhir për ta bërë këtë gjë që në fakt është me shumë vlerë. Ka nisur në fillim si diçka e thjeshtë, ka nisur në fillim duke e parë teatrin vetëm si mjet argëtimi dhe është duke u kuptuar nga puna jonë, nga ajo punë që e bëjmë në të përditshme, që teatri nuk është mjet vetëm argëtues, është shumë mjet më i fuqishëm se sa kaq. Jo vetëm për atë grup moshë fëmijën, po për të gjitha grup moshat e njerëzve. Ka një gjë, teatri ka në qendër lojën dhe imagjinatën. Ajo gjë që ne e bëjmë në mënyrë organike për sa kohë jemi të vegjël, ndodh në mënyrë fenomenale duke luajtur ne zbërthejmë jetët tona të përditshme. Duke u rritur të rriturit na ndalojnë këtë lojë, thonë jo, më lojë, duhet bësh serioz, duhet rritesh. Dhe ky është krimi më i madh që mund t'i bëhet njerëzve. Kështu që ta rikthesh këtë gjë, t'ju japësh vlerë fëmijëve dhe përmes lojës ata të mësojnë. Shtigjet luftës, jo ato mësime përmendësh teorike, por se si eksplorohet përvoja humane, një përvojë vërtet njerëzore. Kjo është forca e teatrit dhe ne jemi përpjekur që me anë të kësaj gjëje të rrimë në shkolla. Jo vetëm për ta parë teatrin si një lëndë edukimi ku veshim kostume, po për te kësaj, bëjmë grim, jo, është shumë më tej se kostumi. Teatri mund ndodhi dhe pa kostum, teatri nuk ka nevojë për një godin teatri që të jetë teatër. Teatri ka nevojë që të eksplorohen probleme humane, sa e vështirë është jeta e njerëzve mbi tokë. Si komunitetet kalojnë problematika dhe si mund t'i artikulojnë ato me qëllim përmirësimin. Kështu që në këtë prizëm janë ndërtuar edhe për zgjedhja e shfaqjeve artistike që bëhen teatrin e Metropolit, po edhe programet në fushën e teatrit. Ne shpresojmë që në vitin e ardhshëm do të kemi edhe një botim për t'ju ardhur në ndihmë mësimdhënësve pikërisht me këto gjëra. Se si janë teknikat, cilat janë teknikat që mund të përdoren, çfarë është drama, çfarë është teatri dhe se si ndërtohet një orë mësimi që ka rezultate të qarta dhe objektiva, jo thjesht për të luajtur. Dhe e gjithë kjo, do shtoja diçka që e gjithë kjo nuk nis rastësisht, por ka nisur nga një mision dhe vizion shumë i qartë që Teatri Metropolit dhe drejtoresha Jonida Beqo ka pasur që në fillim. Domethënë, sigurisht që gjithë stafi do një lidere që ta frymëzoj edhe të ditë të punoj në grup. Edhe këtu ka nisur, mendoj. Unë në fillim kam qenë shumë mendje hapur për ta pranuar këtë gjë, por e kam parë me të vërtetë, është një kënaqësi e madhe se ne na i pyesin që me të vërtetë ju shkoni nëpër shkolla, jepni mësim, po si ja dilni, është një kënaqësi e madhe pikërisht nga kjo gjë që imagjinata e tyre, dëshira për ta pasur kjo tematikë përthithet dhe është prezente dhe diskutohet, artikulohet. Patjetër, fëmijët janë shumë të gatshëm. Domethënë imagjinata e tyre të kënaq për ta realizuar në teatrit sa më mirë. Po, ju jeni mësuese në shfaqje, Aldi është mësues tek Hasan Vogli. I kam prekur edhe klasat e 5-ta dhe 6-ta, dua të them që fëmijët janë të mrekullueshëm. Duke qenë se neve kemi në përshkolla fëmijë të mrekullueshëm, me një inteligjencë të madhe, fëmijë që në rast se ti u jep mundësinë ta tregojnë veten, ata e tregojnë ashtu siç ti nuk e pret. Kjo do të thotë që neve duhet përpiqemi të japim maksimumin sepse ata japin gjithmonë maksimumin. Këto fenomene kryesisht ndodhin në shkolla, duke u rikthyer tematikës 100 fustanet, pra të shfaqjes që është duke u dhënë. Çfarë problemesh evidenton vetë si mësues tek nxënësit e shkollës Hasan Vogli? Unë kam një rol dhe tek shfaqjen 100 fustanet. Po, jeni edhe regjisor, edhe në profesion, edhe... Po, edhe aktor në këtë rast, edhe mësues në këtë rast. Ajo që dua të them është që pasi ata erdhën dhe pan shfaqjet 100 fustanet, unë i mora një nga një gjithë nxënësit dhe një pyetje e sugjeruar nga regjizorja dhe drejtoresha Jonida Beqo është cili është roli që juve
ju ngjiti apo juve përfaqësoni. Dhe sinqeriteti i fëmijëve ishte manitës. Ishte Mandi apo Wanda? Jo, ishte për të gjithë rolet. Për të gjithë rolet. Po kryesorët besoj se ato që shfaqin më shumë problematike janë këto dy shoqe. Po e bukura ishte që të gjithë donin të ishin, po themi, donin të ishin Madi apo Wanda apo por aman të gjithë e thonin problematikën, që shiko, unë jam ky, po dua të bëhem si ky. Kishte ndonjë që donte të bënte këtë mësuesen që jepte një zgjidhje empatike dhe jo një zgjidhje ndëshkuese si kundërtha. Ajo që më pëlqente fëmijët dhe ajo që dua të them është që ata kuptojnë dhe ndajnë, që do të thënë që unë dua të jem thoshte po themi Madi, apo dua të jem mësuesja, por unë nuk jam kjo, jam kjo. Dhe kjo është ajo që ne duhet përpiqemi të evidenton punën që ka për të bërë tek vetja, i zgjeron horizontin, fantazin, se si mund të japin një zgjidhje një problemi të shoqërisë. Një gjë që unë gjithmonë i referohem, çfarë bën një shfaqje të suksesshme. Dhe unë kam një shprehje që them që kur akordohet frymëmarrja e audiencës, kur tërë publiku është duke marrë frymë bashkë pa e kuptuar. Dhe premierën e kishim të premten që kaloi dhe ne ishim disa nga stafi në qoshet të skenës, ndërkohë që skena zhvilloi dhe shikonim si publiku na ashtu dhe skenën, dhe në shumë raste u thosha dëgjoni. Dhe vetëm gjë që dëgjojshin aktorët në skenë. Kisha një sallë me 100 fëmijë të grup moshës klasës 5 deri klasës 7, të cilët ishin të tërë të përqendruar, të tërë të ulur përpara dhe të tërë të angazhuar me atë që po ndodhte. Dhe nuk ishte asnjë të rritur që t'i thoshte shësh rrini urt, mos u sillni kështu, nuk ishte asnjë që të tallet ngacmonte të pse, sepse ajo që po ekspozoi para tyre ishte diçka e sinqertë, që i fliste intelektit dhe emocioneve dhe psikologjisë të tyre në një mënyrë të respektuar, jo duke e stereotipizuar fëmin, jo duke paragjykuar fëmin, por duke i folur në një nivel të cilin fëmia e kupton edhe mirëpret. Dhe kjo është detyra jonë si e rritur, si prindër, si edukator, si punonjës të institucioneve publike, detyra jonë është që të bëjmë atë që duhet të bëjmë në mënyrë të respektuar për t'i krijuar hapësirën fëmijës për zhvillimin maksimal intelektual, emocional dhe psikologjik. Shqipëria ka këtë problem. 5 vitet e para të jetës që formohet fëmia, ne i themi mos i fol se s'kupton. Dhe ky është problem që fillon të rriturish në prani pa filtra të tjerë. Dhe ka ardhur koha që ne si shoqëri, nëse duam të bëjmë një shërbim brezit tani dhe vetës më vonë, është që pikërisht mënyra se si qasemi në edukimin e fëmijës, duke filluar që nga familja dhe deri te institucionet publike dhe edukative, të jemi të tërë në të njëjtën mirëkuptim, që vërtet duhet një fshat i tërë për të rritur një fëmijë, por gjithashtu një fshat i tërë mund ta dëmtojë një fëmijë. Dhe këto duhet të jenë parametrat që ne duhet i negociojmë, si nga ofertat që ne bëjmë si institucione kulturore, si programet që bën Ministri i Arsimit, po ashtu edhe prindrit, që fëmia duhet të vijë tek teatri, duhet të ekspozohet, ndoshta e kemi gjysore me vonesë për te autobusi, por ama po i bëjmë një shërbim etik. Dhe ky bashkëpunim duhet vazhdojë dhe të shtrihet më tej. Dua të ndalem pak te Kastrioti. Duke qenë se ju jeni baba i Wandës, i një këtij personazhi që përjeton bulizëm dhe bulizmi nuk është pak të thuhet në shoqërinë tonë, sepse simptomat, ky fenomen e çon fëmijën drejt hapave më të rënd, siç thua, pas bulizmit në depresion. Çfarë apeli drejtoni ju prindërve për fëmijët e tyre të cilët përjetojnë këtë mos angazhimin ose mos përfshirjen sociale, lënien pas, inferioritetin, dhe nuk dallohen shpesh nga prindrit. Ju jeni prind vetë? Të jenë, I flisni fëmijëve për këtë fenomen? Të jenë të hapur. Të kërkojnë të jenë të hapur dhe të sinqert me fëmijët e tyre, t'i asistojnë ata për çdo problem. Sepse mentaliteti jonë ka disa probleme. Po edhe ritmi jetës, dinamika, koha që kanë prindër në dispozicion fëmijëve. T'ju gjenden edhe kur ata gabojnë. Edhe kjo është edhe një nga mesazhet. Sepse ata janë edhe vuajnë vetë. Dhe si të tillë bashkë me fëmijët duhet të dinë ta përballojnë. Zoti Petronski është një burr i ndershëm, është një punëtor që është shumë i sinqert. Një herë harron vajza e vet, këto janë detaje që atë fyllin, vinë sjell, haset me atë, me përshpërimat, me poshtërimin atyre fëmijëve që duan të bëjnë, por dhe me qëndrimin serioz dashamirës të mësuesës, po ju zbërthes skenën për të kuptuar. Jeshtë afër vajzës, solidari, e shef që ajo është e frustruar në atë moment. Por ju ofron ngrohtësinë e vet, e inkurajon, jep kurajo në ato momentet aty dhe në një lloj mënyre vetë ardhja dhe mënyra se si sillet zoti Petronski tregon shumë kulturë në një realitet tjetër ku
pikërisht kulturalisht sulmohen vajza e vetë në një lloj mënyre. Për shkak të origjinës, për shkak të... Po nëse më lejoni, do të them dhe diçka nga eksperiencat me nxënësit e klasave të gjashta, përveç këtyre funksioneve edukative argëtuese teatri, unë vërej me shumë gëzim. Prindrit u përfshin edhe njëherë, prindrit si e përjetuan, u përfshin prindrit temi në këtë shfaqje? Jemi duke pritur. U prekën prindrit. Mund të dallojnë vetë prindrit... Padyshim, madje dhe reflektojnë. Tani ne kur jemi në skenë nuk e vërejmë këtë dhe presim një moment të dytë, por për shtypjet pas tyre janë edhe ata e marrin emocionin direkt, se vlera e teatrit kjo është. Edhe ndërgjegjës së tyre në atë çast nuk i fshihen dot. Por ata e formulojnë. Në fakt kemi dëgjuar disa herë që kanë thënë si arsimtar si prindër që kjo është shfaqje për të rritur, do ta shikojnë të rriturit. Sepse vërtet ka këtë... Në të dyja shfaqjet, dhe gjyshe ka ikur me cirkun, dhe këtu janë një emërus të përbashkët. Prindrit thonë më tepër na vlen ndoshta ne, se sa dhe fëmijët. Mund të ketë reagime të prindëve, ma bënin mua vajzës këtë gjë shoqe, kishte reagime të tilla Felavian, sepse unë personalisht nuk kam asur në një gjë të tillë, po unë kam parë emocionin që ka lënë, kam parë reflektimin e prindërve për çka ndodhte në skenë. Natyrisht prindri nuk do të jetë prindi asaj vajze që vuan atje. Të gjithë, por ama ai ka identifikuar problemin, kjo ka rëndësi. Ka identifikuar problemin në mënyrë që ato ta identifikojnë vetë në rastin e tyre. Se shfaqja ka komunikuar dhe me ato. Ato e kuptojnë që komunikimi është ai që do ta shpëtoj edhe një problematik që mësuesja mund të ketë me nxënësit ose nxënësit me njëri tjetrin. Përballja dhe vënia përballë problemet edhe identifikimi i problemeve. Po mësuesit si le të themi të shkollës ku jep mësim, qoftë të lidhës së prezentës unë do t'i falenderoj gjithë njerëz, sidomos Dush Albanës, sepse është treguar një mikpritëse vërtet, më është gjendur në çdo lloj situate me fëmijët dhe një gjë tjetër që doja të thoj që për mua është shumë e rëndësishme është këtë herë ka vajtur teatrit e shkolla, teatrit e fëmijët dhe teatrin po themi te prindi. Në vetë prindrit dhe vetë shkolla duhet jenë të interesuara të vinë te teatri, sepse ndoshta vetë teatri nuk ka mundësi të shkojnë në çdo shkollë, në çdo derë. Po themi një shkollë Hasan Vogli është jo më larg se 500 metra larg teatrit dhe vetë nxënësit nuk e dinin ku ishte teatri dhe nxënësit nuk e dinin si ishte teatri. Sot ata jam i sigurt dhe i bindur që din të paktën më shumë se një nxënës maturant mbi teatrin, elementët që përbëjnë një shfaqje teatri, elementët që përbëjnë një teatr të tërë, elementët që përbëjnë historinë e teatrit, nga antikiteti, nga skenat, për shembull, neve kemi skenën Shakespeare dhe skenën Chekhov, që ata i panë të dyja dhe ata sot i njohin të dyja. Shfaqja jepet në skenën Chekhov. Dhe kjo do të thotë që jo vetëm që ata kanë marrë njohuri artistike, jo vetëm njohuri edukative, por ata tashmë ndjen më të sigurt dhe në mënyrën se si flasin. Unë të investuar të teatri. Do të shtrihet në shkolla të tjera Jonida? Dëshira është që të shtrihet në shkolla të tjera, por unë jam i mendimit gjithmonë që sistemi i shprehje popullore më mirë pak e saktë se sa shumë e lumë. Ne duam që investimi të jetë është më e rëndësishme të jetë cilësor, kualitativ se sa kuantitativ. Po sigurisht që do të thotë që të tjera mund vinë ta ndjekin. Patjetër mund ta ndjekin, por do të thotë që nëse kapaciteti ynë është ne kemi 5 specialistë edukimit që mund ta bëjnë këtë gjë, atëherë ne do të fokusohemi që të mos hapërdahemi dhe të vuajë cilësia. Por kjo është një mundësi e mirë për të bërë thirrje për më tej partnerëve të tjerë që janë fushë të teatrit, akademisë të arteve, çdo vit dalin nxënës nga instituti, nga universiteti i arteve, tashmë ka nga ata që janë marrë në mënyrë sporadike me projekte të cilat kanë shkuar me teatrin e të rinjve në gjimnazet e tjerë, nuk mungon kontingjenti i atyre që të cilët mund specializohen për ta bërë këtë punë dhe për ta bërë mirë. Qasja është shumë e rëndësishme dhe ne duam të krijojmë një model modest dhe jemi të hapur që kushdo që do që të investojë në këtë, të bëhet pjesë e kësaj, të vazhdojmë ta zgjerojmë. Sepse e rëndësishme nuk është vetëm që të bëhet, po si bëhet. Pra edhe rëndësishme sa kuptuam nga gjithë kjo bisedë dhe gjithë këto mesazhe që dham, që të jetë efort jo vetëm lidhja prindër mësues nxënës, por tashmë i shtohet dhe katrat siç është teatri, arti. Faleminderit që erdhët, ju uroj shumë suksese të gjithëve. Faleminderit. Qoftë edhe në procesin e edukojmë përmes teatrit. Kjo ishte edhe qëllimi i kësaj shfaqje. 100 fustanet në sallën Chekhov në teatrin e Metropolit nga e premtja, e shtuna? E njëjta dhe e premtja. Dhe e premtja është për këtë javë. Duke kontaktuar tek me numrin e telefonit të teatrit, ne mund të rezervojmë. Faleminderit edhe një herë, ju falenderoj që na keni ndjekur. Kalofshi bukur, shihemi nesër bashkë. Faleminderit. 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 Faleminderit.